A po do të më shku për Podujev? Nuk mundesh. Nalo. Janë të dokumentume. Neve nuk na ka hup topi. A që nga vërtet? A jemi të humor me taksistat për shëndet? Se jemi të humor. Doshi thërë në folin men, doshi freni. Ta veç po doshi premtime, më mor sporin kur gjëç. A pshen këtë gjendje na kemi nevojë për mjekësi, kemi nevojë për gjithçka. Jem të izoluar që 3 ditë. Rreth 25 autobusa të linjës Prishtinë-Podujev janë duke vazhduar grevën përpara komunës së Prishtinës. Përpos hallit të tyre, ata janë gjobitur edhe nga policia e Kosovës. Mirë po, pavarësisht kësaj, ata nuk po zbrosen. Çka po ndodh? Me një vendim të komunës, komuna që e ka marrë, neve na ka ndaluar hyrjen në qytetin e Prishtinës. Na ka ndaluar tabelën na ka qitur në Bërnicë. Një parking është atë që si plotëso kushtet për këtë gjë për udhëtar, po është edhe vije plot atë, as nuk mundesh më kthy me autobus, as nuk mund me shkëç sikur më rani zgjidhje çtë. Mohim vit plot. Vjeta merr lehen policia, mundet më ndodh aksidente, tana mundet më ndodh atë. Pej grevës e kënenaj, na nuk na ka marrë kërkosh në pyetje. As na ka thirr kush. Do takime para greve i kena pas një propozim, ja kena dhënë komunës. Ja kena dhënë komunës nga ka mundë më shkuet, se e kena gjetë rrugën Zagrebit, ka shkolla Nobel, më dalën rreth Dragodanit, rreth Lakrishit dhe në stacion. Po, dënime i kem ka 4 gjoba, 5 i kem në autobusin. Edhe? E së do ju bu për shtypje që kjo? Që më buna. Edhe kjo është mënyra e fundit na për më funksionue. Nëse nalëm na që atje, na është falimentim për gjithë njën, na s'kem që dalëm më punue. To do të me ditë, si kryetari komunës, si gjithë kush që komuna po di veç që 3 ditë është pa transport. Ata do e kanë hup punën, do e shku me kjerë, do me taksi ilegal. Kjo që 3 ditë është në dhe ka marrë komuna një vendim, pa lajmërim tonin edhe pa pëlqim të Ministrisë Transportit. I kena lënë kësa dur, se ka studenta s'kanë utu, ka në zonë, sa ka nona, ka thmi, ka tëna punëtor, autobuset taksat e të jamor ka 5 euro. A keni llogari jo me qëtë propozim që ka dhënë komuna? Jo, mos na sponoj mes, na kena jo një muj, po një vjet rrim qytet. Jemi Podujevës, po kemi problem me udhëtues, po kena në marrë punë, bileta me taksi ilegal shumë shtrejt, 2 euro kënena, ta një mbromje, po na i marrin ka 3-4, aso po dojmë vetë. Edhe kështu s'mujna mja dollë, se na shko komplet rrugave që udhë. A ke dëgju për qëtë propozimin e komunës? Po, dëgjue, po. Edhe? Ty që ka duk? Po, është pak larë për shtetorët Podujeve, se du të më shdy pa atje me ndru autobusin, do më honë i hub gjithë 2 orë, du të më marrë 1 orë, më herët më nisë më marrë në punë, edhe për më këthyje gjithë vanosh 1 orë, ose 1 orë e gjysë më shku në shpe, do më honë 3 orë në ditjet për të bjen me i hub gjithë. Kom dojë sot me bashkan që të këtyne, do me thonë transportuesve, a pshen këtë gjendje na kemi nevojë për mjekësi, kemi nevojë për gjithçka, jem të izoluar që 3 ditë. Këta do të më pas parasysh 74 për 100.000 kusur banor me mbetë bllokum, është merë, është tepër. A së në gjendje luftës si na kom të izoluar kështu. Kjo është diçka e pakapshme. Edhe që ka gjasa, këtu që ka dolloverë më të kalëzoj. Se edhe kjo e dinë puna Nëse ka dallavere, ka prokuroria. 24 euro, na të kalëzoj që do, veç pak. Shkon te prokuroria, merresh me prokurorin. Po ti kalëzoj me dokument. Kushdo që bën dallavere, duhet më udhëtir. Ajvania e ka marrë Ajvani veç vetëm apo duhet të pas konkurrencë. Ajo që jetë ja ka dhënë gjykatën veç Ajvanis, ja ka dhënë atje Prishtina madhe që ka kompani tjera, po me të janë morë vesh. Çfarë ja ka dhënë aty në për 13, thotë kanë punuar që 2 vjet e kanë të bëjë, ata sot të punuar që 25 vjet. Janë planet e juja? Plani jonë është zbatuar, është në zbatim e sipër edhe nuk ka plane tjera. Plani për te asoj. Nuk kemi nevojë na me bëu kompromis. Nuk kemi nevojë me bëu asnjë kompromis. Na kemi marrë një vendim i cili është i bazuar në analiza. Vendimi është Vendimi jon nuk ka nevojë vendimi jon nuk ka për përçep për ministrin. Unë di rista çka je, po i di këto punë që 45. Ty do të dam përçi ministria ose shoqata transportit. Domethënë lutora edhe nëse vazhdon greva. Sa jam informuar. Sa jam i ndihmë. Greva vazhdon. Na vazhdojnë. Nuk e kanë të drejtën më hi. Reforma e transportit publik në Prishtinë është duke ndodhur. Është në fazat e para, ka nis prej janarit, është studiu prej 2018 deri sot. Ka kompani angleze, ka kompani, është Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim e angazhuar. Janë gjitha ekipet e mobilitetit komunës Prishtinës. Kjo nuk nalet. Tas janë më për tim. Na ka thonë na funi të bëjmë funit, tha pej tonë, na kom premtën, tha janë gjetë GPS-a, ja kena shumë foto, na kam 400 foto i kam.
Ja kom qua ati drejtoj ati qeli, se unë jam vetë, pa e është lësëvat në krejtë. Ja kom qua ato, tha thonë janë qesim GPS-at, e dim kënole dhe ja morë linja. A kanë marrë diçka kur? Tha veç për dhe shqipërëntime, më morë s'morin kur gjheq. Nuk shko kjo, që po atë ajo është vendim zbatum, nuk ka se kur s'mune zbaton. Na, jeni muj, po edhe me vjetë këmë nejtë, që tu se qaj vendim s'ka qarë pa ndëshua. Me vjetë këmë nejtë. Nëse keme mytë asë një, asë tuk e keme plan, jemi për kundrazi, na jemi të koncentru për jetën e qytetarëve. Ju mundeni edhe e keni të drejtën legjitime, e keni drejtën legjitime. Pse Dejsa s'ka pagua? Pse Dejsa s'ka pagua? Dejsa s'ka pagua? Jo, e ke marrë fshatarin për Barilevës, e ke marrë një herë gjysmë me prudejnë Prishtinës se s'ka pagua? Jo, kenejt e ke bo Gjamin e Lapi që stacion të autobuzave, kenejt 20 minuta dhe se ke boa? Jo, mërë, ato janë të dokumentume. Janë të dokumentume. Neve nuk nga ka hup topi, absolutisht, na jemi të vazhdu, jemi në regull. Na jemi të marrë me reformën e transportit urban, jo transportit dërurban. Për transportin dërurban ka adresa tjera, nuk jemi na instanca transportit dërurban. Trasta Podia Prishtinë mahet me qytyre kompanive private prej 1999 mas luftës. Edhe Trasta Podia Prishtinë është një shambull në rajon që është... Cila është deklarata të trillume? Që tash po dalë aty. Cila është deklarata të trillume? Që tash po dalë aty. Këtë historinë melankolike që keni punu për 99-ës, keni punu me pare, me rogë, keni pagu, se cili për ju. Që tash po dalë, mësë ndërprej, fol me argumente. Nuk mundet mu që me inati personale edhe një analfabet që nuk din qka është transporti publik, mu që me thonja u keni marrë ka 1 euro gjysh, e din shumë i rrëtari, e din çdo qytetari Kosovës, edhe se Prishtina dhe Podujeva edhe pse me vija komunale të ndara, janë 2 qytetet të mishruara. Bashkë janë i njëjti gjysën e familjes e kanë Podujev, gjysën e familjes e kanë Prishtinë. E din shumë mirë qytetari që në rastin Podujev Prishtinë paguhet një bilet 70 cent. Ja keni marrë 4 euro, s'ja keni marrë 4 euro. 25 vjet janë plota. Këtë interviste shohin krejt qytetarët e Podujevës dhe Prishtinës. 25 vjet janë plota, ne vjen dikush vetëm një dishminet më jap që për shkak të autobusave të kompanive të Podujevës dhe Prishtinës ju ka dash një studenti me nalë shkollimin, që se ka pas mirë kuptim, që nuk është bajt babare. Gjomani njëri që është me skinë së... Pse studentas po mishë me pru stacion të autobuza, po do të milon të Xhamia e Llapit, Jo, i bina çfarë kuptimi ka, jo, se nuk ja u ka nal, jetu munu me fol sikur të ka nal hymja në Prishtinë. Nuk është e vërtet, absolutisht nuk është e vërtet. Hymja jo është nal te Xhamia e Llapit, vendalimi te Xhamia e Llapit. E keni vendalimin kryesor, që është stacioni autobuzave, e keni edhe me rregull te stacioni autobuzave, me marrë me pranu udhëtarë dhe me pagu taksat ndaj stacionit autobuzave. A qenë ka vërtet? A jemi të umarë me taksistat për shëndet? Se jemi të umarë, për shëndet jemi të umarë. E keni thonë që ta jemi të marrë me taksistat, për çdo ditë jemi të marrë me taksistat. Taksistat i keni shumë. Del në këshirë, për çdo ditë jemi të marrë. Policia, na, inspeksione, gjithë janë të marrë me taksistat. Kush pra këtë bërë? Bine për 2 autobusat, 2 milion. Jes për shkja. 2 milion. Na për një për periferi, rrugën e Zagrebit, këtë për Greqanë. Çfarë shkakimi shtetit është ai? Kjo që jetu e thonë nuk është të vërtet. Jo, është e vërtet. Jo, nuk është të vërtet. Është e vërtet. Do me ta argumentoj me njerë. E para, nuk pendrojmë një për një autobuzat. Na e kemi autobuzat e transportit urban, të cilat janë të kalu. Dhe çdo ngarkesë tjetër e transportit urban nuk është ndrym një për një. Na autobuzat urban kemi me i fut në çdo lagje. Ti je me taksat mija që këmë pagu që 25 vjetë të qyty në autobusa të marrë rogën qëto. Ti, sot je ardhje himbun mas 20 vjetë mbi taksën e qytetarit. Unë nuk jam të lu me taksë qytetarit, as me bugjet komunës, më njëm të lu edhe të shkelë mbi bugjetin e kompanisë teme. Ti, vazhdo autobusat kena kalëzuë ditën e parë. Edhe juve, edhe policisë. Ndashi thërë në këforin mërni, ndashi preni, na kur të shohë mas të honës, bova kia i blokojna krejt rrugët, edhe nonën tjetër, i këthejna për greq, hala nuk është marrë vendimi, bova kia i marrën familjet edhe i binat e jo.
Atëherë që të taksat tona që inkasu që 25 vjetë, jo me shkel gjithkosh edhe me kishë përdorë dhe me basi trillimesh në mburoj të qytetarit të Republikës Kosovës. Këto sene i na pëllavacu pejt 99-ës, po e kryva krejt. A e këthej përgjigje. E para, prej 99-ës keni punu në biznes si krejt tjerë që punojnë biznes, dhe keni mbjetu prej ati biznesi, do me thonë nuk keni falimentu, po keni jetu prej ati biznesi. Keni përfitu prej shërbimeve që keni ofru qytetarëve, prej punës tuj. Nalo, nuk me mu këthy edhe në histori, edhe me i marë, nuk mund e mu këthy, nuk mund e mu këthy në histori, jona me marë borgjet e dikuj 2004. Nuk kam nevoj, asë një nevoj nuk e kam. I kam punën teme, e kam sakrifisën teme, edhe kam hecë me punën teme për para, nuk jam nalë, në asë një moment nuk jam nalë. Por, nuk jeni ju të vetëmi taksa paguës në këtë vend. Shumë okej. Nuk jeni të vetëmi. Janë 220.000 qytetarë tjerë të Prishtinës. Se nuk është qysh për vija plotë në rrugë. Edhe dyta, e ke përfri dy rrugë magjistrale, po dyje Prishtinë. Mitrovic-Prishtinë edhe autobanin, Jo, për njerë sa mohina, ne, veç pak, se arrobi Kushe ka buqet. prej autobanit, atë në rrugën njerë sa mohina, ne, mushtëria pa qytetit servis autobusa. Po, a e kupton që kur don me dal rrugës Zagrebit, edhe po do me hy te rrethrotullimi te Arbria për mi stadium. A e kuptoni që ai rrethotullim është shumë i vogël edhe shumë i ngushtë për me përballu fluksin. Jo, nuk është A mundeni me tregu qytetarëve, m'fal, masi jeni para intervista në televizion, ai tregoni qytetarëve të Prishtinës sa autobusa kalojnë prej Llapit hynë Prishtinë. 30, 20 minuta. 70 minuta 30. Sa janë ditë? Në ditë sa janë? Qarë dhe taksista e kia të parku, si ke prek për rabur. Qarë dhe taksista e kia. Qish me lonë? A ke prek me Ke 100. Janë 100 nisje. Shumë e thjesht. Nuk keni edhe kompetencë me bo sene pa liqme dhe me dëmtuar, se edhe qytetari PD-jeve është qytetari saj Republike. Që 40 vjetë, so taksista Pas e ke kom të aty në që s'duktan që ma qënë zgonë e S'kisha s'kisha dalë. vetëm nuk është veç qytetari Prishtinës i Republikës Kosovës, edhe PD-jeve është